Në rrugën e integrimit, Shqipëria nënshkruan marrëveshje me Komisionin Evropian, i cili financon me 82.6 milion euro për të mbështetur reforma dhe për të përforcuar sektorët prioritar të nevojshëm për të përshtatur me standardet europiane. Miratimin e marrëveshjes së financimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian në kuadër të programit të vitit 22 për instrumentin e asistencës së para antarësimit, ose siç quhet ndryshe IPA 3. Paketa IPA 2022, të cilën qeveria e miratoi sot në marrëveshje me Komisionin Evropian, përfshin një asistencë ndaj Shqipërisë prej 82.6 milion euro. Bashkimi Evropian për agjensitë e zbatimit të ligjit në vlerën 14.9 milion euro asistencë. E dyta, mbështetje për procesin e rivlerësimit të përkohshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri, faza e tretë, një asistencë në vlerën 9.7 milion euro. Bashkimi Evropian për demokracinë në vlerën 5 milion euro. Mbështetje e cila synon forcimin e rolit të parlamentit, instrumenti lehtësues për integrimin evropian në vlerën 19 milion euro dhe Bashkimi Evropian për rinin në vlerën 5 milion euro. Për të ndërtuar një ekonomi dinamike deri në vitin 2030, Shqipëria ka të qartë sektorët prioritar ku duhet të investojë: luftën ndaj korrupsionit, sektorin energjetik, turizmin, bujqësinë dhe digitalizimin. Në mbledhjen e qeverisë u firmos edhe një projekt vendim për 2 misione të rëndësishme ushtarake të forcave të armatosura shqiptare, toksore dhe detare. Projekt vendimi i parë është për pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-s në Mesde, të quajtur FOCOPS, ku ne do të marrim pjesë me një anije ushtarake të tipit klasit Iliria dhe 21 vet personel ushtarak të forcës nga forcat detare. Misioni i dytë është një mision në kuadrin e forcave shumë komshe të vëzhgimit në Sinai të Egjiptit, bëhet fjalë për 3 oficerë të policisë ushtarake. Ministrat firmosën ndihmën që kryeministri Rama lajmëroi live në fushatën sensibilizuese në televizionin turk për ringritjen nga tërmetet tragjike, duke kaluar ndihmën 1 milion euro në shenjë reciprociteti, pas lagjes së re që presidenti Erdogan i ndërtoi Shqipërisë në Laç pas tërmetit të vitit 2019.